Mendoni se një jetë nuk mund të mbajë një duzinë historish. Pritni derisa të dëgjoni Odyssey Grillos. I lindur në një qytet të vogël, Odyssey donte hartat dhe pyetjet e mesnatës. Vitet e adoleshencës, udhëtimi i parë, sipërmarrja e parë e rrëmujshme. U rrëzua, mësoheshi. Në të 20-tat ai ndoqi idetë pamundura. Një punishte të vogël, një partneritet të rrezikshëm, një zakon për të thënë pse jo, më shpesh se ndoshta. Mes karrierës erdhi prova e madhe, dështimi publik, këmbëngulja private, një rinisje që i habiti të gjithë. Ai arriti diçka domethënëse, duke përzier kuriozitetin kokfort me mirësinë e papritur. Më vonë ai u mësoi të tjerëve të dështonin më shpejt dhe të ëndërronin më mesgjuarsi, duke ngritur një komunitet që vazhdon të rritet. Trashëgimia? Jo trofe, por një varg njerëzish, të frymëzuar për të provuar përsëri. Odyssey Grillos, një kujtesë se devijimet e jetës janë thjesht kapituj, jo funde të vdekura. Doni të thelloheni më shumë? Qëndroni për kapitullin e dytë.